السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam Në hutben e kaluar ju përmenda standardet e larta të së vërtetës në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra standardet e vërtetësisë e drejtësisë, si dhe këshillat dhe udhëzimet e tij për besimtarët. Në këtë kontekst sot do të flas më tej se në çfarë standardesh të larta të së vërtetës dëshiron ai, pra profeti sallallahu alaihi wasallam, të na ngrejë. Një transmetim nga Hafs bin Asimi thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që një njeri të quhet gënjeshtar mjafton si shenjë që ai të përhap çdo gjë që dëgjon. Shikoni pra, kjo është një shprehi shumë e përhapur te njerëzit. Edhe brenda xhamatit, kjo e keq që ekziston te disa njerëz, edhe mua më shkruajnë disa për dikë se ai ka bërë këtë apo atë, por kur bëhet verifikimi, del se lajmi është i gabuar. Dhe kur pyeten se kush u ka thënë, përgjigjen, ne vetëm e kemi dëgjuar. Dhe mbi këtë dëgjim, ata bëjnë zhurmë dhe e përhapin gjithandej. Të tillët duhet të reflektojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur gënjeshtar. Në një transmetim tjetër, Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot se sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk urrenin asgjë më shumë se gënjeshtra. Nëse dikush gënjente para profetit, ajo gjë i mbete në zemër. Pra, profeti e kuptonte se ai ka gënyer. Ai e ndjente shumë rënd dhe e mbante në mend dhe nuk qetësohej derisa merrte vesh se ai person ishte penduar, ishte përmirësuar dhe kishte hequr dorë plotësisht nga gënjeshtra. Në një transmetim tjetër nga Asma binti Abi Bekr radhiyallahu anha thuhet se një grua erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Un kam një bashkëshorte të burrit tim", pra burri i saj kishte 2 gra, dhe e thot: "Un kam një shoqe tjetër, a është mëkat nëse un para saj tregoj se burri im më jep shumë gjëra, edhe pse në të vërtet nuk mi ka dhënë, vetëm për ta xhelozuar dhe për ta mërzitur?" I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai që shprehet se është i kënaqur me atë që nuk e ka zotëruar ndonjëherë, është sikur të ketë veshur 2 rroba gënjeshtre." Në shpjegimin e kësaj është shkruar se fjala rroba këtu është përdorur si shembull. Kuptimi është se ai person përdor gënjeshtrën dhe mashtrimin. Ai ka veshur 2 rroba gënjeshtre, pra njërën e ka hedhur mbi supe dhe tjetrën poshtë. Pra, me fjalë të tjera, kokë e këmbë ai është gënjeshtar. Kjo do të thotë se një person i tillë është i mbuluar nga gënjeshtra nga koka te këmbët. Dhe ai
Pra, me shumë hollësi ai këshilloi ndjekësit e tij të shmangen nga gënjeshtra. Në një transmetim tjetër nga Abdullah bin Amri, thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që ka këto 4 cilësi është hipokrit i plot, dhe ai që ka një prej tyre ka një shenjë hipokrizie, derisa ata lër atë. Cilat janë këto 4 cilësi? Këto janë si vijim. Kur i besohet diçka, tradhton. Kur flet, gënjen. Kur premton, e thyen premtimin. Kur grindet, shan. Të gjitha këto sjellje në një mënyrë apo tjetër lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me gënjeshtra. Prandaj, këto janë dobësi morale që janë shenjë të hipokrizisë. Duke i pasur parasysh këto, secili prej nesh duhet të bëjë vetë analizë që deri në çfarë mase këto dobësi gjenden tek ne, sepse këto gjëra e çojnë njeriu drejt hipokrizisë dhe askush nuk dëshiron të quhet hipokrit apo munafik. Pastaj për ata që përhapin gjëra të pavërteta, profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë paralajmërime shumë të forta. Në një transmetim, Samura ibn Jundub tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam shpesh i pyeste sahabët: a ka parë ndonjë njeri prej jush në një ëndër? Pastaj ata që kishin parë ndonjë ëndër e të regonin si pas asaj që dëshiron të Allahu i Madhërishëm. Një mëngjes, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: natën e kaluar pash një pamje, pra profeti tha për veten e tij, natën e kaluar pash një pamje, 2 persona erdhen tek unë, më ngritën dhe më thanë: eja, unë shkova me ta dhe arritën tek një njeri që ishte shtrirë në shpinë. Pranë tij qëndronte një tjetër me një grep hekurin në dorë, pra si një vegël e mpret, dhe ai i afrohe njërës anë të fytyrës së tij, duke ja qarë gojen deri te pjesa e pasme e kokës. Po ashtu i qante vrimën e hundës deri mbrapa dhe edhe syrin deri mbrapa. Ja qante të gjithë anën e fytyrës. Pastaj largohe dhe shkonte tek ana tjetër e fytyrës dhe bënte të njëjtën gjë. Kur përfundonte me njëra anë, ajo shërohesi më parë dhe ai kthehe përsëri dhe përsëriste të njëjtin veprim. E kjo ndodhte vazhdimisht. Pra, spari e qante njëra anë edhe shkonte në anën tjetër. Thash, profeti thot, thash, subhanallah, kush janë këta njerëz? Më thanë, ne do të ta tregojmë të vërtetën. Ai person, fytyra e të cilit po qahe në këtë mënyrë, është ai që del nga shtëpia në mëngjes dhe sajon një gënjeshtër që përhapet në të gjitha anët. Pra, ai është përhapsi i thashethemeve dhe i fjalëve të pavërteta për njerëzit. Disa njerëz i thonë këto gjëra thjesht për kënaqësi apo për argëtim, dhe ndonjëherë për të dëmtuar reputacionin e dikujt tjetër. Në çdo rast, ata duhet të kujtojnë se kjo është një vepër për të cilën do të mbahen përgjegjës dhe Allahu i Madhërishëm do të dënojë një njeri të tillë. Është e frikshme dhe duhet të bëjmë shumë istighfar, pra të kërkojmë falje Allahut që të mos bëjmë veprime të tilla. Në një transmetim tjetër nga Hakim ibn Hizam, përcjell nga Abdullah ibn al-Harith, thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shitësi dhe blerësi kanë të drejtë të aprishin marrëveshjen për sa kohë që nuk janë ndarë. Nëse tregohen të sinqertë dhe e sqarojnë gjithçka hapur, tregtia e tyre bekohet. Por nëse fshehin dhe gënjejnë, tregtia e tyre nuk do të ketë asnjë bekim.
तो दोनों की खरीदो फरोख्त में उन दोनों के लिए बरकत दी जाएगी और अगर उन दोनों ने Shumë mosmarrveshje tregtare lindin खरीदो फरोख्त की बरकत मिट जाएगी pikërisht për shkak të gënjeshtrës. बहुत से Allahu i Madhrishëm nuk u abekon punët atyre që përdorin mashtrim dhe gënjeshtër. Ata e dëmtojnë veten në këtë botë dhe gjithashtu dalin fajtor para Allahut dhe do të ndëshkohen. Nga Abdullah bin Umar transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur një rob gënjen, engjëlli largohet prej tij 1 milje larg për shkak të erës së keqe që del nga ajo që ai ka bërë. Në një transmetim nga Abu Huraira thuhet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një grumbulli me drith dhe futi dorën në të. Ai ndjeu lagështi në brendësi dhe tha: "O shitës i drithit, çfarë është kjo?" Ai tha: "O i dërguari i Allahut, e ka lagur shiu." Ai tha, pra profeti tha: "Pse nuk e vendose sipër që njerëzit ta shohin?" Tha: "Kush mashtron nuk është prej meje." Pra, edhe tregtarët duhet të reflektojnë. Ky është standardi që profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte të krijonte tek muslimani. Por fatkeqësisht sot ka musliman që janë bërë të njohur për mashtrim dhe gënjeshtra në botë. Pra, sot ne që duke pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam, deklarojmë se kemi besuar me vërtetësi të plot në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë në çdo fjalë dhe veprim tonin duhet ketë standardin më të lartë të së vërtetës. Përndryshe i dërguari i Allahut ka thënë: "Nëse kjo nuk është, atëherë ju nuk jeni prej meje." Pra ai tha: "Nuk kam lidhje me ju." Ai ka dhënë pa numër këshillash dhe udhëzimesh për të përvetësuar të vërtetën me shumë kujdes dhe hollësi. Askush nuk mund të jetë muslimani i vërtet pa qenë plotësisht i përkushtuar ndaj së vërtetës. Në lidhje me jetën e tij po paraqes disa gjëra. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte më i dalluari në besnikëri dhe ndershmëri për shkak se gjithmonë fliste të vërtetën. Madje në mesin e njerëzve njihe si Sadiq dhe Emin, domethënë i vërteti, i besueshmi, i drejti. Një autor ka shkruar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dërgua në një kohë kur para tij nuk kishte ardhur ndonjë paralajmërues për popullin e tij. Njerëzit adhuronin idhuj dhe figura të ndryshme. Megjithatë, që në fëmijëri ai gëzonte mençuri dhe urtësi, edhe pse jetonte mes udhëtarëve. Ai kur nuk tregoi prirje ndaj idhujve dhe nuk mori pjesë në festat e tyre. Prej tij nuk dëgjua kur gënjeshtër. Njerëzit e konsideronin shumë, pra profetin e konsideronin shumë të drejtë, të vërtetë, të besueshëm, të durueshëm dhe shumë të mëshirshëm. Madje edhe para islamit njerëzit i drejtoheshin atij për gjykim. Duke e shpjeguar këtë Hazrat Musleh Maudi, pra kalifi i dytë i xhamatit musliman Ahmedia, radhiyallahu anhu, thot: "Dëshmia unanime që gjendet lidhur me virtytet e tij, pra e profetit, është ajo që jep populli i tij në kohën kur ai akoma nuk kishte deklaruar të ishte profet. I gjithë populli e quante Emin dhe Sidik, domethënë i besueshëm dhe i vërtet. Ka shumë njerëz në botë rreth të cilëve nuk gjejmë ndonjë dëshmi që ata janë jo besnik. Ka edhe shumë të tjerë që nuk u rastis ndonjëherë të kalojnë nga ndonjë sprovë rëndë. Po, ata mund të përballen me sprova të lehta, të cilat kur i kalojnë, japin një dëshmi të vogël të besnikërisë së tyre, por prapë se prapë populli i tyre nuk i nderon me ndonjë titull të veçantë,
sepse titulli I veçantë I jepet vetëm atij që dallohet nga të gjithë njerëzit e popullit me një virtyt të caktuar. Çdo luftëtar që merr pjesë në një luftë e vë veten në rrezik, por as populli anglez nuk I jep çdo ushtari kryqin Victoria dhe as populli gjerman nuk nderon çdo ushtar me kryqin e hekurt. Në Francë ka qindra mira që merren me punët shkencore, por megjithatë nuk I jepet çdo kujt medalja Legion of Honor. Kështu që vetëm besnikëria dhe vërtetësia e një njeriu nuk hedhin shumë dritë mbi madhështinë e tij. Por nëse I gjithë populli e quan dikës I besnik dhe të vërtet, kjo patjetër është diçka e jashtëzakonshme. Po t'ia jepnin njerëzit e Mekës këtë titull dikujt në çdo brez, atëherë sigurisht që ai që do ta fitonte këtë titull do të ishte njëri I madh. Por historia arabe nuk tregon se diçka e tillë kishte ndodhur ndonjëherë, madje as në asnjë brez. Vetëm Muhamedi, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, shquhet në historinë qindra vjeçare të Arabisë, të cilit I ishte dhënë titulli I besnikërisë dhe I drejtësisë dhe I vërtetësisë, sepse edhe besnikëria dhe vërtetësia e tij ishin kaq të larta saqë vetëdia arabe nuk kishte njohur shembull të tillë më parë. Arabët ishin shquar në botë për prehtësinë e tyre, andaj nëse quanin të rrallë dikë, ai ishte I denjë të konsiderohet I rrallë në botë. Hazret Mesiu I premtuar alayhis salam thot gjendja e botës është bërë shumë e rrezikshme. Kudo që të shikosh, krijohen dëshmitar të rrem. Hapja e proceseve të rreme është bërë diçka e zakonshme. Dokumente të rreme prodhohen, letra të rreme krijohen. Kur flitet për diçka, njerëzit shmangin të vërtetën, nëse nuk u sjell dobi dhe përdorin gënjeshtra. Tani, le t'i pyesim këta njerëz, a ishte kjo feja që solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Pra, Hazrat Mesiu ibn Islam pohon që ai themeloi xhamatin që njerëzit të ngrihen në të vërtetën. Allahu I Madhrishëm e ka quajtur gënjeshtrën pa pastërti dhe ka urdhëruar të shmanget. Siç thot, ijtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur. Ruhuni nga ndyrësia e idhujve dhe ruhuni nga gënjeshtra. Pra, gënjeshtra është vendosur krahas idhujtarisë. Ashtu si një njeri I pamend e lë Allahun dhe përkulet para një guri, po ashtu ai që e lë të vërtetën dhe përdor gënjeshtrën për interesat e tij e ka bërë gënjeshtrën idhullin e tij. Pra, Zoti thot, ruhuni nga idhujtaria dhe ruhuni edhe nga gënjeshtra. Shkurt, Allahu e ka krahasuar gënjeshtrën me idhujtarinë. Ashtu si një idhujtar shpreson shpëtim nga idhulli I tij, edhe gënjeshtari mendon se do të shpëtojë përmes gënjeshtrës së tij. Sa I rëndë që ka kjo. Kur u thua njerëzve të largohen nga kjo papastërti, ata thonë se nuk mund të jetojnë pa të. Pra, thonë se duhet të gënjejnë patjetër për të përfituar. Kështu ata e kanë bërë idhull, gënjeshtrë. Hazret Mesiu ibn Islam thot, çfarë fatkeqësie më e madhe mund të ketë se njerëzit e mbështesin jetën e tyre mbi gënjeshtra? Por unë ju siguroj, në fund vetëm e vërteta fiton. Fitoria dhe e mira I takon së vërtetës. Duke përshkruar jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Musleh Maudi, pra Hazrat Kalifi I dytë I xhamatit, shkruan në një libër të tij, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam I tregon bashortes së tij se mbi këtë ka zbritur shpallje. Ajo nuk I thot, çfarë po shpik kështu? Por I thot, mos u shqetëso.
ajo që ke parë është e vërtet, जो कुछ देखा duhet të jetë e vërtet. Allahu nuk do të lërë kur në humbje, sepse ti mban lidhjet farefisnore, ndihmon të varfrit, नादार का बोल ringjall virtytet e humbura, nderon mysafirët dhe ndihmon të vërtetën dhe drejtësinë. और हक की मदद करते हैं Pastaj ajo e çon te kushiriri i saj Verqa bin Nefeli, i cili ishte dietari i shkrimeve hebraike. Ai sapo e dëgjoi tha: वैसी वही है जैसी मूसा पर नाज़िल हुई "Kjo është e njëjta shpallje që i zbriste Musait, dhe këto janë të njëjtat urdhra, जैसे मूसा këto janë të njëjtat urdhra që gjenden në shpalljen e tij." फिर हमने लिखा Tha गवाहियों Verqa bin Nefeli. भी है इसका तो Një pjesë të kësaj ngjarje ju kam treguar edhe në hutben e mëparshme. Më pas Hazrat Muslim Maudi, duke renditur dëshmi të tjera, pohon, pastaj jep një dëshmi tjetër. कहते हैं घर में Në shtëpi ishte një kushiri जो जवानी i ri को पहुंचने वाला है në prag të rinisë që mund të bëhej një mjet i mirë për përhapjen e mesazhit. Kur ai dëgjon bisedën serioze mes vëllait dhe nusës së vëllait, संजीदगी से pra mes profetit dhe Hatijës, की निस्बत बातें करते हुए afrohet me qetësi dhe thot: मेहनत से आगे बढ़कर "Edhe unë besoj se ti je i drejtë dhe se nuk e vën në dyshim se Allahu ka folur me ty dhe të ka dërguar për të mirën e botës." किया है Më pas vjen edhe dëshmia e një sklavi të liruar, Zaid bin Haritha, i cili माँ बाप i prekur nga morali i tij kishte lënë prindërit dhe kishte qëndruar pranë tij. Kur ai dëgjon këto gjëra होता है dhe sheh shqetësimin në fytyrën e zotërisë së tij, पेशे के आसार देख kapet pas tij dhe आगे thot: बढ़कर अपने आका के दामन "Ajo को थाम ले që ke parë और कहता है "ऐ मेरे आका duhet të jetë e vërtet. वही होगा जो आपने देखा है Ajo që thua patjetër është e vërtet. और जो देखा Nga një njeri si ti, natyra nuk mund të bëjë mashtrim. धोखेबाजी नहीं कर सकती Ti je nga kokat e këmbët, je i vërtet dhe i drejtë. हक और सच है Si mund të mashtrojë natyra ty? Ka ardhur koha që përmes teje të përmirësohet bota. Më lejo të qëndroj me ty dhe të shërbej ty." खिदमत करने की इजाजत दीजिए Pastaj përmendet मेरा दोस्त है një mik i जो ngushtë गोया एक si një margaritar tjetër në të njëjtën guask. गोया एक ही सदफ Kur ai dëgjon मोती था se shoku i tij ka bërë një pretendim të madh उसने बेपर की उड़ानी dhe disa thonë se ndoshta është çmendur, में खलल आ गया है लोग ai shkon zitimthi dhe e troket në derë dhe pyet: पूछता है "A është e vërtet kjo që kam dëgjuar?" सच है Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi t'i shpjegojë. Ai thot: "Për Zotin, mos më jep argumente. Më thuaj vetëm, फिर ये a është e vërtet kjo?" कि क्या बातें सच हैं Kur ai e pohon, ai thot: "O miku im, unë besoj në profetësinë tënde. Po thuaj se po më prishje besimin duke më dhënë argumente, unë nuk kam parë." Thot, unë kam parë aq shumë të vërtet tek ti sa nuk kam nevojë për prova. Pastaj shton, ai që e ka parë fytyrën tënde, si mund të dyshojë në fjalët e tua? Ky ishte Hazrat Ebu Bekër Siddiku radhiyallahu anhu. मुखालफत होनी चाहिए थी क्योंकि बकौल Është e natyrshme që një mesazh i tillë të përballet me kundërshtim, siç ka thënë Verqa bin Naufeli: "Lam yati rajulun qattu bimithli ma jita bihi illa udiya." Askush nuk ka ardhur me një mesazh të tillë pa u përballur me kundërshtim. खुदा Por shikoni planin e Allahut të Madhërisëm. Para se të shpërthente stuhia e kundërshtimit, ai kishte përgatitur mbështetësit e tij. साथी पैदा कर दिया Nga banorët e Mekës, i vetmi dietar i shkrimeve të mëparshme, Verqa bin Nefeli, इस्राएली që në përballjen e parë u dorëzua para profetit sallallahu alaihi wasallam. आपके आगे घुटने टेक गए Bashortja e tij, Hatijja, sapo dëgjoi shpalljen, filloi ta mbështesë me gjithë zemër. I riu, Aliu, अली जो që gjithmonë kishte parë moralin e tij familjar, u paraqit për shërbim. खिदमत पेश करने लगा Sklavi i liruar, Zeidi, i cili kishte vëzhguar për një kohë të gjatë sjelljen e tij në marrëdhënie tregtare dhe ndaj të varfërve, filloi të betohe për vërtetësinë e tij. Miku i fëmirisë, bamirës i Mekës dhe shembulli i fisnikërisë, Ebu Bekri, vetëm duke dëgjuar se profeti ka deklaruar se ka marrë shpallje prej Zotit, erdhi menjëherë dhe u ul në derën e tij duke u dorëzuar plotësisht. इखलास के नज़ीर मुजाहिरा Kjo shfaqje e pashoqe e dashurisë dhe përkushtimit, sa gëzim të madh mund të ketë dhënë profetit vallë. होगी Kur dëgjonte zhurmën dhe taljet e Mekasve, profeti mund të ketë buzëqeshur dhe të ketë thënë: "Ky është gjykimi juaj, ju që nuk më njihni, ju që më quani magjistar, mashtrues e kështu me radhë, por dëgjoni edhe gjykimin e atyre që më njohin. Shikoni si ata
që më njohin janë gati të japin jetën dhe qëndrojnë në të djathtën dhe të nëmajtën time. Profeti Musa a.s. u lut që t'i jepe një ndihmës për të mbajtur barrën. Pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit, duke komentuar një ajet të Kuranit, po bën krahasim mes shokëve të Musait dhe të atyre të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj sjell shembullin e Musait. Pra ai vjon, profeti Musa a.s. u lut që t'i jepe një ndihmës për të mbajtur barrën, ndërsa Muhamedi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Allahu i dha atij 5 ndihmës pa kërkuar, dhe të tillë që e ndan barrën e tij në mënyrë të jashtëzakonshme. Verka, padyshim ndroi jetë shpejt, por la një dëshmi të pashlyeshme për vërtetësinë e tij. Hazret Hatija për 12 vjet tregoi një qëndrueshmëri dhe sakrificë të tillë që edhe burrat më të guximshëm do të rrëfejnë trimërinë e saj. Zeidi për 20 vjet dha një shembull të pashembull të sakrifice dhe në fund përballë shpatave derdhi gjakun e tij për të dëshmuar se si duhet të jenë ndihmës e profetit. Ndërsa Abu Bekri dhe Aliu jetuan edhe pas vdekjes së tij dhe duke u bërë kalif të tij treguan në një mënyrë të re se si duhet të jetë kjo ndihmë dhe përkrahje. Pastaj duke përshkruar shembullin e tij Hazret Musleh Maudi në një libër tjetër thotë: një ndër provat më të fuqishme për vërtetësinë e një njeriu të drejtë është vetë qenia e tij, e cila proklamon fuqishëm duke u drejtuar përkrahësve dhe kundërshtarëve, të njohurve dhe të panjohurve, të afërmve dhe të huajve. Më shikoni dhe para se të më quani gënjeshtar, mendoni mirë, a mund të më quani gënjeshtar? Nëse më quani të tillë, a nuk do t'ju mbyllen të gjitha rrugët me të cilat dalloni të vërtetën nga e pavërteta? A nuk do t'ju mbyllen të gjitha dyert përmes të cilave arrini tek e vërteta? Çdo gjë në botë zhvillohet gradualisht dhe ka fazat e saj. As e mira nuk arrin kulmin pa kaluar fazat ndërmjetëse? Dhe as e keqja nuk arrin kulmin pa kaluar fazat e saj. Si është e mundur që dikush që vrapon drejt perëndimit papritur të gjendet në lindje? Pra, nuk është e mundur që ecësh në një drejtim dhe të përfundosh në një tjetër. Me fjalë të tjera, profeti sallallahu alaihi wasallam po u thoshte njerëzve: unë kam kaluar jetën, gjithë jetën time mes jush. Kam qenë fëmijë dhe jam rritur në duart tuaja. Kam qenë i ri dhe kam arritur moshën e pjekurisë mes jush. Jeta ime private dhe publike është para jush. Asnjë veprim imi nuk është i fshehur prej jush dhe asnjë fjalë imja nuk është e panjohur për ju. A ka ndonjë prej jush që mund të thotë se unë të kem gënjur ndonjëherë? Pra, si të thuash, kjo ishte shpallja e profetit sallallahu alaihi wasallam para publikut. A ka ndonjë që mund të thotë se kam bërë padrejtësi, të kem mashtruar, të kem tradhtuar, të kem marrë të drejtën dikujt, të kem kërkuar madhështi për vete apo të kem synuar pushtet? Në çdo fush më keni provuar dhe në çdo gjendje më keni testuar, por gjithmonë më keni parë në rrugën e drejtë dhe të moderuar, të pastër nga çdo e keqe. Madje edhe armiqt më kanë quajtur i drejtë dhe i ndershëm, pra Emin dhe Sadiq. Atëherë, çfarë ndodhi? Që deri dje më quani të besueshëm, të drejtë dhe larg gënjeshtrës, ndërsa sot vetëm për shkak të një deklarate më quani më i keqi dhe më i ulti. Kur nuk kam gënjur njeri, e si mundet të kem gënjur sot në emër të Zotit? Pra, si ka mundësi që vetëm një deklarat më ka ndryshuar gjithçka? A është e mundur një ndryshim kaq i madh në një ditë të vetme tek një njeri? Nëse do të ishte çështje ditësh apo vitesh, mund të thoshit se ishte shtirje, por e gjithë jeta ime ka kaluar para jush. Si është e mundur një shtirje kaq e gjatë? Mendoni pak, në fëmijëri, kur njeriu nuk di as të mirën as të keqen, si do të shtiresha? Në rini, kur njeriu shpesh është i pakujdesshëm, si do të fshija të vërtetën? Kur ndodhi ky mashtrim dhe si e bëra?
बचपन के ज़माने में Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam की भी खबर me fjalë të tjera, मैंने बनावट këtë argumente po u jepte. जवानी या Thot, जवानी nëse दीवानी कहलाती है pas reflektimit e shihni jetën time të pastër, të drejtë dhe të sinqert, atëherë mos e quani natën ditë e ditën natë. जिंदगी को बेऐब और Gjërat e mia janë të qarta si drita e diellit. से नेकी का मुजस्मा Në prani të dritës mos u ankoni për errësirë. की शक्ल में देखो तो फिर सूरज A ju duhet ndonjë tjetër, ndonjë provë tjetër चढ़ा हुआ है përveç jetës time? फिर रात हुई है इसमें तो इस तरह मेरी A nuk është e mjaftueshme e gjithë jeta ime si dëshmi? और नूर की मौजूदगी में Vetë jeta ime është dëshmia ime. तुमको मेरे नफ्स Nëse और secili किसी prej jush reflekton, है zemra dhe mendja e tij do të dëshmojë se unë jam në të vërtetën. Unë qëndroj në të vërtetën. माजी तुम्हारे सामने है फिर भी तुम कहते हो कोई हजत पेश करो Unë nuk kam nevojë है për prova मेरी të जिंदगी tjera पर शायद है për të vërtetuar तुम में से हर शख्स sinqeritetin ज़ुबान tim. में मुंह डालकर देखे Shembulli im është si lindja e diellit. शहादत देगा कि Pra, सदाकत është një shprehje në gjuhën इसमें perse कायम है और ये सदाकत से कायम है रास्ती को इस पर फख्र है और उसको që रास्ते पर फख्र है do të thotë ये अपनी सच्चाई साबित करने के लिए vetë lindja e diellit është dëshmi e ekzistencës së tij. दलील आफ्ताब किसी है यानी सूरज का चढ़ना सूरज के होने की Kjo është ajo provë e fuqishme që preku zemrën e Abubekrit जिसने अबू बकर के dhe është e njëjta provë që gjithmonë do të ndikojë tek ata që e duan të vërtetën. सदाकत पसंद लोगों के Kur profeti sallallahu alaihi wasallam shpalli misionin e tij, Hazrat Abu Bekri radiallahu anhu ndodhe në shtëpinë e një miku të vet. Një shërbëtore e liruar i tregoi se bashortja e mikut të tij thoshte se burri i saj është bërë profet si Musai. जिस किस्म का नबी मूसा को बयान किया Ai u ngrit menjëherë dhe shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: करीम "A ke bërë një deklaratë të tillë?" और आपसे दरियाफ्त किया कि आपने फरमाया ही Ai tha, मैं खुदा का pra रसूल profeti tha, "Po, unë jam i dërguari i Allahut." आपने फरमाया हुआ को कि Hazrat Abu Bekri खुदा का रसूल tha, sapo e dëgjoj këtë, e pranoi menjëherë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte: करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी "Unë kam ftuar shumë njerëz në Islam dhe secili prej tyre ka treguar hezitim, por kur e paraqita Islamin para Abu Bekrit, ai nuk tregoi asnjë dyshim dhe e pranoi menjëherë." तो वो बिल्कुल मुतरद्दिद नहीं हुआ बल्कि उसने खुद इस्लाम को Çfarë ishte ajo që e bëri të besojë pa kërkuar asnjë shenjë? Ishte vetë jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam që dëshmonte për të vërtetën e tij. ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स नातिका था Ishte vetë qenia e tij e bekuar që dëshmonte të vërtetën. Po kështu, siç është përmendur më parë, Hatixha, Hazrat Aliu, Hazrat Zaid bin Haritha ishin dëshmitar të sënitës të vërtetë. गरज Pra, prova e parë dhe e brendshme e vërtetësisë së një profeti është vetë qenia e tij që dëshmon për të vërtetën e tij. Dhe kjo dëshmi është aq e fortë sa nuk lë në nevojë për ndonjë mrekulli tjetër. मुझे या आयत की जरूरत ही पेश नहीं आती Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot: इस्लाम फरमाते हैं Nga fjala e Allahut kuptohet se njerëzit me takva, pra njerëzit me drojtje ndaj Allahut, जो हलीमी janë ata मिस्कीनी से चलते हैं që ecin me porulsi dhe thjeshtësi, që nuk flasin me mendjemasi. Fjalët e tyre janë të tilla sikur një i vogël të flas me një të madh. करना चाहिए जिससे हमारी Ne duhet në çdo gjendje të bëjmë atë që na sjell shpëtim. जो तकवा करेगा Allahu i Madhërisëm nuk është pronë e askujt. Ai kërkon takva të pastër. Kush e arrin takvan do të arrijë një pozitë të lartë. Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Ibrahimi alayhis salam nuk e fituan nderin me ndonjë trashëgimi. Edhe pse ne besojmë se babai i profetit Abdullah nuk ishte idhujtar, kjo nuk ishte ajo që i dha atij profetërinë. Ajo ishte një dhuratë hynore për shkak të cilësive të vërtetësisë që ndodhishin në natyrën e tij. Shpesh njerëzit pyesin për babain e profetit nëse ishte idhujtar apo jo. Hazrat Mesiu ibn Islami përgjigjet edhe kësaj. Ai vijon Hazrat Ibrahimi alayhis salam, i cili është babai i profetëve, për shkak të vërtetësisë dhe takvas së tij nuk hezitoi të sakrifikonte djalin e tij dhe edhe vetë u hodh edhe në zjarr. आग में भी पड़े इसी बात Shikoni vërtetësinë dhe besnikërinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. हजरत मोहम्मद Ai përballoi çdo lloj kundërshtimi dhe duroi
çdo lloj vështirësie pa u tërhequr. Pikërisht kjo vërtetësi dhe besnikëri ishte shkaku që Allahu i Madhrishëm e bekoi. Prandaj Allahu thot në Kur'anin e shenjtë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Padyshim, Allahu dhe engjëjt e tij bekojnë profetin: O ju që besuat, edhe ju lutuni për të dhe dërgojini selam sa më shumë. Ky ajet, Hazrat Mesih ibn Islam thot, ky ajet tregon se veprat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin të tilla që Allahu i Madhrishëm nuk zgjodhi fjalë për t'i përkufizuar ose për t'i përshkruar ato. Fjalët edhe mund të gjendeshin, por ai nuk i përdori. Pra, përshkrimi i veprave të tij nuk përmblidhet. Ajet si ky nuk gjendet për ndonjë profet tjetër. Shpirti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte sinqeritet dhe besnikëri të tillë dhe veprat e tij ishin kaq të pëlqyera tek Allahu saqë ai porositi njerëzit përgjithmonë që të luten për profetin sallallahu alaihi wasallam e t'i dërgojnë selam në shenjë mirënjohje. Guximi dhe vërtetësia e tij ishin të tilla që nuk gjejnë shembull. Mjafton të shohësh kohën e Jezusit alayhis salam, në kohën e Hazrat Isait, mund të shihet se deri ku arriti ndikimi i tij tek ndjekësit. Çdo kush e kupton sa e vështirë është të ndryshosh një njeri të ligë në një njeri të mirë. Sa punë e pamundur është që t'i heqësh dikujt veset që i ka të rënjosura. Por profeti ynë i shenjtë sallallahu alaihi wasallam ndryshoi mira njerëz, të cilët ishin më keq se egërsira. Disa nuk bënin dallim mes nënave dhe motrave. U gllaboronin pasurinë jetimëve. U gllaboronin pasurinë edhe të vdekurve. Disa adhuronin yjet, disa ateist, disa adhuronin elementet e natyrës. Gadishulli arab ishte një përzierje dogmash, besimesh. Kjo solli edhe një dobi të madhe, që Kurani i shenjtë përmban mësime për çdo lloj devijimi. Çdo besim i gabuar dhe çdo mësim i keq gjen kundërpërgjigje në këtë libër. Kjo është urtësia e thellë e Allahut të Madhrishëm që e dërgoi profetin sallallahu alaihi wasallam në një kohë kur padia, pra padituria, kishte arritur kulmin dhe përmes tij i shndroi egërsirat në njerëz të drejtë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Allahu i Madhrishëm na dhënë mundësinë që duke ndjekur shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe duke zbatuar urdhrat e Kuranit të shenjtë, ta ngrejmë standardet e së vërtetës në jetën tonë. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله